Vaksina kundër gripit ka nisur të aplikohet në të gjitha qendrat shëndetësore në Fier Patos dhe Roskovec. Fushata ka nisur më herët se vitet e kaluara me qëllim arritjen e efektivitetit në organizëm në pritje të një shpërthimi të gripit në tetor me 27.600 vaksina, rreth 300 më tepër se vitin e kaluar. Shefja epidemiologjisë pranë njësisë së kujdesit shëndetësor në Fier, Anila Moçi, thotë se vaksina krijon antitrupa 3 javë pasi aplikohet dhe deri tani janë aplikuar 5.700 doza. Kemi hyrë në sezonin e vjeshtës dhe dihet që dominojnë virozat respiratore dhe ku më dominancë është viroza e gripit, virusi i gripit. Për këtë arsye, marrim masat që në fillim të këtij sezoni të vaksinimit të popullatës me risk, pika kryesore me risk se janë personat që kalojnë akoma më keq dhe ka patur edhe fatalitet. Për këtë arsye ne kemi marrë 27.600 doza për gjithë popullatën e 3 bashkive Fier, Patos, Roskovec dhe sistemi shëndetësor, si në parësor, ashtu dhe në dytësor. Ka një përdorim të mirë të kësaj vaksine në një VKSH në Fier. Mund të themi me modesti që marrin rreth 1/10 e sasisë së gjithë Shqipërisë. Jemi në ndjekje të situatës dhe mendojmë të dalim me sukses edhe në këtë fushat që ne po bëjmë. Fieri rënditet ndërshaqet me shifra të larta të personave të vaksinuar. Interes për vaksinimin ndaj gripit po tregojnë edhe prindërit e fëmijëve që frekuentojnë kopshtet dhe çerdhet. Personelit mjekësor si përdorues të rregullt të vaksinës po i shtohen edhe mësuesit për të reduktuar përhapjen e virozave të gripit. Në këtë vit kemi fokus gratë shadzan, kemi mësuesit, për arsye se edhe mësuesit janë një portatorë shumë të mirë nga klasa në shtëpi, dhe duam që të fillojnë të konceptohet kjo vaksinë edhe tek fëmijët. Pra mbi 6 muajsh dhe deri në 11 vjeç, pra të fillojnë ta përdorin dhe kjo grup mosh. Ndërsa grup moshat e tjera e përdorin jashtëzakonisht mirë dhe ata persona që bëjnë një vit e bëjnë çdo vit vaksinën e gripit. Aktualisht në popullat po qarkullon edhe koronavirusi. Moçi shpjegon se me rritjen e numrit të testimeve ka rritje të rasteve të evidentuara me Covid. Njëkohësisht vazhdon të qarkullojë dhe nuk është eliminuar koronavirusi dhe për këtë arsye vazhdojmë të kemi masa mbrojtëse vaksinë pranë një VKSH-s, kush dëshiron që të vaksinohet, por dhe për qarkullimin e Covidit, siç i thonë ndryshe në zhargon, ne kemi në çdo qendër shëndetësore kemi mundësinë që qytetarët të testohen, pasi çdo qendër shëndetësore në çdo moment e ka dhe testin e shpejtë për simptomat e tij që mund të dyshojë për simptomat. Domethënë bëjmë përjashtimin e Covidit dhe pastaj bëjmë diagnozën për grip. Në Fier aplikohet 1/10 e numrit të përgjithshëm të vaksinave kundër gripit. Kjo ka ulur numrin e vdekjeve si pasojë e komplikacioneve nga virusi, duke shënuar vetëm 1 deri në 2 vdekje në vit, kryesisht të moshuar me sëmundje kronike.